Gjimnazia Alim Xhelo është gati për një rikonstruksion të thellë. Prej ditësh urbanistika e bashkisë ka dhënë dritën jeshile projektit që do të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën e këtij gjimnazi me histori 10 vjeçare. Rikonstruksioni do të përfshijë për herë të parë gjithë strukturën sportivo-fiskulturore, që do të nisë me një palestër të re. Projekti është i një rëndësie të veçantë, tha kryetari i bashkisë Dritan Leli. Një punë të re që të cilën duam të realizojmë gjatë sezonit të verës, duke treguar interesin për arsimin dhe mbi të gjitha për shkollën si qendër komunitare. Jam prej thuajse 2 orësh me drejtoreshën e shkollës, me profesorët e kësaj shkolle, për të konsultuar projektin e fundit ose projektin e radhës që Bashkia e Vlorës është duke ndjekur në restaurimin e shkollave të qytetit, që konsiston gjëja e parë, meqense jemi me profesorin e fiskulturës këtu, është një palestër e re e mbyllur për shkollën Alim Xhelo, e cila do të jetë në pjesën që është bosh, aty ku ka qenë pista e kërcimit si gjati kur unë kam qenë gjimnazist, dhe në atë territor do vendoset palestra e re e gjitha. Pjesa e fushave sportive që janë në cilat ndodhemi aktualisht është pjesë që do rehabilitohet e gjitha, duke ruajtur fushën e volejbollit, një fushë tenisi dhe një kalçeto, në mënyrë që në orët kur nuk ka mësim, fëmijët ose banorët e lagjes, duke pasur destinacionin e qendrës komunitare, të mund të përdorin gjithë hapësira. Procedurat janë të tilla që dhe besoj brenda kësaj javës që vjen, mbyllim gjithë detajet e projektit, prandaj kjo është vizita e fundit derisa projekti të mbylli detajet e vogla në pas konsultimit që bëm me stafin drejtues të shkollës, dhe besoj pas përfundimit të procedurave do vëmë kushte që ambienti të jetë sa më shpejt në favor të gjithë nxënësve dhe të stafit pedagogjik. Gjithsesi, unë mendoj që punët serioze duan kohën e duhur dhe nuk do doja që për arsye të kohës të rëndojmë mbi cilësinë dhe mbi vlerat e një projekti të rëndësishëm i cili do t'i vlej breza. Normalisht unë shpresoj që pavarësisht shtyrjeve dhe ndryshimeve që janë bërë ndonjëherë nga çmimi të projektit për ta përmirësuar atë sipas kërkesave të stafit pedagogjik të shkollës, fundi qershorit do të jetë fundi i realizimit të këtij projekti të rëndësishëm. Por jo vetëm fiskultura dhe sporti, ndërhyrje do të përfshin edhe pjesët e brendshme të ndërtesës. Ato që pam bashkë me inxhinierët e bashkisë janë pjesët më të dëmtuara të hapësirës së shkollës brenda, laboratoret sigurisht, të cilat do të jenë në vëmendje të projektit të ri, restaurimi i banjave, të cilat janë në një gjendje shumë problematike, dhe mbi të gjitha sistemi i ngrohjes dhe i ftojes për të pasur një shkollë ashtu siç shkolla Alim Xhelo për arsye të historisë meriton që të jetë. Një ndërhyrje e tillë kryhet për herë të parë në të tilla përmasa, ndërsa rikonstruksioni i fundit i pjesëshëm i kësaj shkolle është regjistruar vite më parë.